Në Kishinau, fitoria e partisë së presidentes Maja Sandu u prit në një moment vendimtar për të ardhmen e Moldivisë. Pas numërimit të mbi 99.5% të votave, Partia e Veprimit dhe Solidaritet PAS siguroi 50.3% të mandateve në parlament, duke mbërtuar shumicën absolute. Në vendin e dytë u rëndit Bloku Patriotik e ish presidenti Igor Dodon me 24.3% të votave, por ndërsa forcat pro-europiane festonin, opozita pro-ruse hodhi dyshime mbi procesin zgjedhor. Dodon e cilësoi rezultatin si të manipuluar dhe bëri thirrje për protestat masive. Ne nuk mund të pranojmë këtë rezultat, populli ynë është mashtruar dhe ne do të dalim në rrugë për të mbrojtur demokracinë. Zgjedhjet e së dielës u konsideruan nga analistët si më të rëndësishmet në historinë e vendit që nga shpallja e pavarësisë në vitin 1991. Autoritetet moldave folën për tentativa të hapura të ndërhyrjes nga Rusia përmes blerjes së votave, fushatave të dezinformimit dhe sulmeve kibernetike. Presidentja Maja Sandu theksoi se Moldivia është e rrezikuar, por vetëm një shumicë pro-europiane mund të garantojë të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian. Kjo fitore është një hap i madh përpara, ne do të vazhdojmë reforma dhe rrugën e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian. Moldivia me 2.4 milion banor është kandidate për antarësimin në BE që nga viti 2022 votuesit e diasporës kanë luajtur një rol kyç në forcimin e forcave pro-perëndimore, me pjesëmarrjen në zgjedhje që kaloi 52% më lart se në vitin 2021.